Dhe tani, cili është vizione që ka Partia Demokratike për kulturën? Çfarë duhet bërë? Duhet jetë kultura në mbrojtjen e shtetit, duhet hedhur kultura të jetë pjesë e tregut lirë, si duhet ndihmuar pa u mbytur dhe pa u kontrolluar? Atëherë për kësë pare ju keni plotësisht të drejtë, sepse ndryshe nga çka qenë dhe diku tradit, ku për çështjet kulturore kishte një lloj dakordësie dhe nuk kishte një betejë të madhe politike. Tashmë në qeverisjen e zotit Rama, kultura është kthyer në një betejë tjetër të fortë të opozitës, pikërisht për të mbrojtur identitetin, trashëgiminë, historinë, vlerat tona kulturore nga përshëndimi dhe trajtimi i tyre në mall tregtar për interesa klienteliste të qeverisë. Ju e thatë me drejt, për herë të parë në Shqipëri u bë një eksperiment që nuk e gjen në asnjë vend tjetër të botës, një ndërthurje e Ministrisë së Ekonomisë me Ministrinë e Kulturës, ku kultura u shndrua në një aneks të shërbimit të interesave të oligarkëve për të ndërtuar qendrat e vizitorëve, pra qendrat tregtare, për të marrë vila në zona kulturore, pra për të përçundruar në emër të ekonomisë dhe për të trajtuar trashëgimia kulturore si një mall tregtar. Dëmet që janë bërë trashëgimisë kulturore janë shumë të mëdha. Mjafton të kujtojmë koncesionin unik në botë kundër Konventës Parisit dhe kundër UNESCO-s, koncesionin e Butrintit. Mjafton të kujtojmë koncesionin tjetër që po jepet në Durrës, teksa ne përmendëm edhe sot në programin tonë, është vendosur me një PKM që nuk mund të gërmojnë dhe nuk mund të bëjnë kërkime arkeologët shqiptarë, studiuesit shqiptarë, por vetëm ata të ADP-s dhe të një kompanie Tauland SHPK. Ne jemi vetëm kryeqytet europian që nuk kemi teatr kombëtar. Ne jemi vetëm kryeqytet që harxojmë miliona euro që ishin një donacion në qeverisë japoneze për muzeun kombëtar dhe e mbyllim atë përsëri mbasi janë marrë miliona euro për të. Ne jemi vetëm që e trajtojmë galerinë e arteve si një magazin mandrash dhe nuk e kemi në funksion të publikut. E vetëm gjë që lullzoi gjatë vites të qeverisë së Edi Ramës ishin OJF-t e harabelive dhe zogjve të tjerë që vidhin paratë shqiptarëve me demek në emër të kulturës dhe nuk prodhonin as art as kulturë. Një vetëm artist që u pasurua nga arti i tij ishte Edi Rama. Edi Rama bëri ekspozita në botë, Edi Rama u pasurua me libra dhe me piktura dhe me skulptura dhe arti ndërkohë ngeli i vdekur dhe në ditën e vet më të vështirë. Për këtë arsye, programi i kulturës është një pikë e fortë e Partisë Demokratike. Ne i ndrojmë faqen kulturës, artit, letërsisë, muzikës, trashëgimisë kulturore, gjithë aspekteve që po bëjnë kulturën materiale dhe jo materiale të një vendi dhe kemi ndërtuar një program që bën kulturën madhështore dhe bën dhe Shqipërinë madhështore, sepse Shqipëri madhështore pa lartësuar kulturën nuk mund të kemi. Me çfarë shtyllash qëndron ky program? Shtyllat kryesore të programit janë fillimisht dyfishimi i buxhetit për kulturën. Ne marrim zotimin para shqiptarëve që nuk do të lejojmë asnjë koncesion në trashëgiminë kulturore. Ne do të përdorim metodat e fondacioneve ku shteti është gjithmonë dominues dhe ka pjesën mazhoritare dhe çdo privat mund të dhurojë dhe mund të kontrollojë paratë e veta, por nuk mund të shtijë në dorë pasurinë e shqiptarëve për të interpretuar historinë, identitetin apo vlerat tona kulturore sipas interesave të caktuara, të lobëve të caktuara apo të privatëve të caktuara apo të shteteve që jo gjithmonë janë njësore, me nesë ndryshojnë në bazë të interesave të tyre gjeopolitik. Në programin e Partisë Demokratike qartësohet një status i veçantë i artistit. Në programin e Partisë Demokratike kemi 3 shtylla themelore në mënyrën se si do funksionojë Ministria e Artëve e Kulturës, por dhe trajtimi i artistëve. Transparencë, meritokraci, që është baza e zhvillimit të artistëve, jo sipas qasjeve tyre politike, po sepse asaj që përfaqësojnë ata vetë, dhe shtylla e tretë është decentralizim.
Decentralizim, transparencë dhe meritokraci do të jenë baza e Ministrisë së Kulturës Partisë Demokratike, qeverisë së Sali Berishës, ku çdo artist do të vlerësohet për atë që është, jo për bindjet e veta politike, jo për lidhjet me konjunktura dhe një partie apo një tjetri, por do të ketë mundësi dhe akses të barabartë në fondet kulturore. Ne marrim përsipër të ndërtojmë bonuse rinore për kulturën, ku 100 projekte rinore çdo vit do të sponsorizohen në fushën e kulturës nga shteti, nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Ardhshme e Kulturës, ku të rinë ndërthuren me artin, me kulturën. Nuk ka gjë më të bukur se sa të kultivosh të ri ndjenjat kombëtare, ndjenjën e mbrojtjes trashëgimisë kulturore dhe ruajtjen dhe përçimin e kësaj edhe tek brezat e tjerë të ardhshëm. Ne do ndryshojmë ligjin e trashëgimisë kulturore, është një ligj i përçunduar, një ligj që është bërë me porosi për interesa klienteliste të ADF-s. Tashmë nuk kemi asnjë arsye që të shërbejmë interesave të njëjtit apo të tjetrit, do të shërbejmë vetëm shtetit shqiptar, kombit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. Unë në fakt e kam depozituar disa ndryshime të këtij ligji dhe kam 2 vjet që të lënë në sirtaret e këtij parlamenti, që tregon në vullnetin e Partisë Demokratike, që nuk është se i ka ruajtur këto për të mos i bërë, për të thënë që ua sa keq po bëhen t'i bëjmë ne, por ne kemi qenë gjithmonë proaktiv, kemi depozituar këto gjëra që ne i themi dhe kemi me faturë financiare që këto bëhen. Para atje dhe bëhen shumë mirë dhe vullnetit politik është i vetmi e gjë që mungon. Që mund t'i kishin bërë edhe këta që janë në pushtet, me propozimin tuaj. Me propozimin tonë të depozituar në kuvend me gjithë atë procedurën e rregullt parlamentare të relacioneve të shpjegimeve të projektligjit, çdo gjë, sepse qëllimi im ka qenë që të bëhen gjëra të mira për kulturën, nuk ka qenë që të shkatërrohet kultura e që të vimë ne ta ndryshojmë. Por në fakt ata nuk bën asgjë, sepse kishin një qasje tjetër. Qasja e vitit 0 e shkatërimit e përdorimit për propagandë, se ju e dini që një nga format më të sofistikuara të bëhet propagandë qeveritare është arti, kultura, përdore gjërësisht edhe në komunizëm, dhe të njëjtën gjë bën edhe Rama. Sa